Gjermania mbeti kontribuesja më e madhe neto e Bashkimit Evropian në 2024, pavarësisht krizës ekonomike në vend. Megjithatë, pagesat kanë rëndësishëm krahasuar me vitet e mëparshme, sipas një studimi të Institutit Gjerman të Ekonomisë. Ekonomia më e madhe e Evropës pagoi 13.1 miliard euro më shumë në buxhetin e Bashkimit Evropian se sa përfitoi gjatë vitit të kaluar. Por dobësimi i ekonomisë gjermane ka ndikimin e saj. Pagesat neto janë në një trend rënës krahasuar me 19.7 miliard euro në vitin 2022 dhe 17.4 miliard euro në 2023. Franca renditet e dyta me pagesa neto prej 4.8 miliard euro, është ndjekur nga Italia me 1.6 miliard euro. Greqia ishte përfituesja më e madhe neto me 3.5 miliard euro, e ndjekur nga Polonia me 2.9 miliard dhe Rumania me 2.7 miliard euro. Në bazë të ardhurave për frym, qytetarët gjerman paguan rreth 157 euro neto për Bashkimin Evropian, shifra më e lartë e ndjekur nga Irlanda me 130 euro. Buxheti i Bashkimit Evropian është një pasqyrë e marrëdhënieve të pushtetit ekonomik në Evropë. Vendet me rritje të lartë si Polonia po marrin më pak mbështetje, ndërsa Gjermania dhe Franca janë fëmijët problematik të Bashkimit Evropian, shprehen ekspertët. Parashikohet që Gjermania të shkojë përsëri në mesataren evropiane këtë vit, që do të thotë se kontributi i saj neto për të ulët më tej shtojnë ata. Komisioni i Bashkimit Evropian publikoi statistika për kontribuesit dhe përfituesit neto deri në vitin 2020, por më pas ka ndaluar publikimin për arsye politike, sipas institutit.